Ishte një burr i thjesht, i përullur, nuk kishte tituj të mëdhenj, as privilegje, por e donte Zotin dhe mundohej të bëj të mirën. Një ditë, teksa po ecte rrugës së qytetit, pa një plak që kishte rënë dhe nuk mundej të ngrihej. Pa u menduar, ai ndaloi, e ndihmoi të ngrihej, e ndoqi derisa të siguronte që ajo ishte mirë. Nuk pati dërgesë publike ose lavdërim, askush tjetër nuk e pa, por Zoti vëre. Mufti Menk thot, shumë njerëz mendojnë vetëm për veprimet e mëdha dhe spektakolare, por Allahu i shikon veprimet e vogla që bëhen me përkushtim. Ky njeri i thjesht zgjedhi të jetë prej atyre që Allahu përzgjodhi, jo për para, jo për famë, por për mirësi në zemër dhe mirësi në veprim. Çfarë veprimesh të vogla mund të bësh sot që askush nuk sheh, por Allahu sheh?